në familjen Rugova të fshatit Cërc, një familje patriotike atdhetare, me 2 dhjetor 1944, u lind doktor Ibrahim Rugova. Ai u rit jetim, nuk njohi as gjysh e as baba. Gjyshi Rusta dhe baba Uka u përshkatuan dhe u zhdukën pa gjurmë nga bandat qetnike. Xhaxhai Ali Rugova mori përsipër për kujdesjen e Ibrahimit kur ai ishte vetëm 1 muajsh. Ky plak i urtë, i sinqert dhe zemërgjër, Ibrahim Rugovën sot e kujton si një fëmijë të mençur, të përmbajtur dhe vizionar. Ofsirë me përshu edukatën edhe që poli për një të përmum Ibrahimin. Ai gjithmonë ke me një urtësi, me menqëri, me një tërjekje, kështu që në familjen tonë besoj edhe ma gjonë ka qenë për mashallah. Ai prej vitit 5-6 minis e tutje kur ai moshatarët e muën udus në ka prit për në komë. Që përshërë kom pas në rëvikosje edhe më theke, migjë, orë në Ibrahim, më nga i rëft, mësë në rëvikos, se nëse kapësh më të keqin, mosh i keq, pak janë i keq. Men që une me dhonë këshila ti, a i mjetë të muë. Nësë kur ka qenë klas 8. Ibrahim Rugova mbaroi shkollimin e mesëm në Pejmë 1967. Diplomoi në degën e albanologjisë të Fakultetit të Filozofisë të Universitetit të Prishtinës. Më meritori Mixha Ali ishte ai i cili e drejtoi Ibrahim Rugovën në rrugë të mbarë dhe të drejtë, për kujdesje kjo e këtij plaku të mençur, e cila me hapa të sigurt doktor Rugovën e shpiu aty ku edhe kërkonte vendi. Vllau i ndjerë Uka, baba i tina, veçat vllau kom pas, o likvidu 23 gjeqarë, bashkë me babën tem për gjyshin Ibrahimit. Ozna i ka likvidu në një stogë, edhe ma kalon 1 muaj në djetë, në vetësorë ka linë 44, kom pas obligim në atëre, në gjeneratë dhe moqme i kemi këqyrë jetimat portë, i kemi apruë, i kemi shkolluë, që që une i kom qenë i martume, i kom pas edhe djetë ato, për hirë ti kursi apra isha djetë, se në bike kesh për Ibrahimin se ish jetim. Në një farë mënyre gjitha i mund që keni bërë për të arritur, të shkolluar, u shpagua, pasi që dihet ka qenë burje jo vetëm për fshatin, familjen juaj për gjithë Kosovën, gjithë shqiptarët anë kënd botës. Si jeni ndjerë me personalitetin e tina si president? Po, ato jalo poplit kombit edhe poplit në tërsi. Për neve është humbje e dhimje, por edhe kemi krenari që e patë më shkullë. Miku më i afërt i presidentit Ibrahim Rugova, bashkëmoshatari, e një kohë edhe shoku i klasës Rustem Rugova, sot ndan kujtime të mira nga ajo periudhë kur këta dy shok pothuajse ishin të pandar. Faktikisht unë jam rrit me Ibrahim Rugovën, kem qenë parafrësi si moshatar, po kem shku një gjenerat, kemi qenë një gjenerat fillore edhe një gjenerat normale në Pejë, kemi mbaru bashkë. Si të thush, kemi një kokë gjatë, kemi thush, si më shprej me këtë fjallorën, faktikisht kemi qenë një bankë. Dhe kësaj periudet shkollimit, mandej jeta në ka nda, a i ka vazhdu matutje, kam rrinë deri, si që dini kam rrinë deri në kulmin e shkencë, sa i ka qenë edhe në për Sorbona, kështu. E unë fati e dashti që ma shumë jë marë mas shkollimit mesëm edhe mas barimit fakultetit në Prishtinë, unë jë marë ma shumë me gazetari, kam përnu një kohë gjatë në linje, mandej aktualisht punojnë botën sot, po them se Ibrahimi vërtet ka qenë një njeri veçantë, në shok të ti, gjeneratës e njojnë, ka qenë më mirë në gjeneratën tonë, ka qenë o thonë, o shkruë, se ka qenë njeri librave. Faktikisht ai tanë jetë ai ka shku me libra dhe mirë që kam rrijat, që themi kulmin e krijimtarisë edhe të shkencës.
Doktor Ibrahim Rugova, nga më të afërmit e tij, kujtohet si burr i pashoq, i afërt me të gjithë dhe shok i vërtet. Jashtëzakonisht ka qenë i tillë i urtë, ka qenë i dashtën, si thot më shprema gjune po vllai s'ka ditë drejt kujt mi thonë me gojë. Ka qenë jashtëzakonisht i mirë, shok që edhe sot këtu në fshatin e lindjes në Cerc, për vinë njerëz të gjeneratës sonë, jashtëzakonisht me ndërime, jashtëzakonisht shumica dhe me vojnë buzë, por i këtil ka qenë Ibrahim Rugova. Kujtimet vazhdimisht ju thamë edhe shokëve gjeneratës, unë kam qenë pak një tip ma i gjallë, kështu ma i tip i sporteve, ai nga njerë kështu nalka, kështu ma durimin e vetë jashtëzakonshëm ka qenë një njerë që më ka ofru, më ka nalë, edhe që më ka nxitë edhe unë të merrem me librat, merrem me leximet, merrem me shkrimin e kështu me radhë. Shumë vite më parë, këtu në Këtobër, ndodhej shtëpia e presidentit Rugova. Kujtime të panumërta Doktor Rugova i ka kaluar në këtë vend. Ndërkohë, ky mur i vjetër është ndërtuar pikërisht në fëmijërinë e Doktor Rugovës. Edhe trolli që po e shihni, sot identifikohet si pjesë e të ndjerit Ibrahim Rugova. Mund të shpalos ato që i kam ndëgju nga prindët e mi, cilët kanë qenë edhe prindi edhe kujdestar edhe i tij, sepse ai ka humbur baban shumë herët. Me të vërtet ka qenë një personalitet që gjithë e shmojnë, gjithë fshati, askush nuk mund të flasë një fjalë të keqe për të. Një njeri i letrave gjithmonë, kemë letra shumë vjetra ti që kur ka shkruar poezitë e para të cilat kanë filluar të botohen në atë kohë në për revistat kosovare. Vendin e lindjes e ka këtu, të janë Troje, ka qenë një shtëpi e përbashkët, sepse kemë qenë bashkësi e madhe familjare, e cila është shkatruar me pas lufte gjitha ato, sepse edhe është vjetruar mjaft, në atë shtëpi kemë lindë gjithë, edhe presidentin aty është. Ai gjatë gjithë kohës sa ka qenë në shkollën e mesme, të cilën e ka përfundu në Pej, 3 vitet e fundit në tash gjimnazin Bedri Pejani. Faktikisht ka qëndru këtu, ndërsa pastaj ka kalu në Prishtinë si student, edhe natyrisht deri në ditët e sotme atje edhe përfundoi jetën edhe si president i Kosovës. Natyrisht kemë disa shenja të vjetra tash që kanë mbetë. Është kjo pishtu të cilën e kam mbjellë me dorën e vetë gjatë një pyllëzimit një parkut në shkollën e Istogut, kur ka qenë në klasën e 8, edhe pse kjo pishë është damtuar pak se nga disa objekte për cilë se është djegur një pjesë, por na e ruajmë dhe kultivojmë si shenjë vjetët e tij. Pastaj është ky muri gurit këtu, i cili është ndërtu kur ai ka qenë një hershme këtu, edhe ka marrë pjesë në këndët e pasi që ishin në bashkësi familjare. Kem kujtime të shumta, kem pikëllim të madh normal, si gjithë Kosova, por tash duhet ta përballojmë edhe këtë. Cilat kanë qenë kryesisht virtytet e presidentit Rugova? Toleranca, urtia, edhe natyrisht gjithmonë ka qenë me libër pranë. Do të thotë ka qenë një njeri i shkencës, një njeri shumë human, një njeri tolerant, i cili nuk ka ditë që ja thot dikujt një fjalë të keqe e as kundërshtarit, lemo njerëzve të afërt edhe familjarë. Ka qenë njeri i respektueshëm, ka qenë njeri i butë, i rritur si bënjak, por prapë se prapë virtytet e tij ka pas një zemër të madhe dhe ka qenë një njeri shumë i madh. Edhe si familjar, e si president e mbar Kosovës si ka qenë. Lajmi për vdekjen e presidentit Ibrahim Rugova me pikëllim u mor nga e gjithë bota. Lider të njohur botror, Doktor Rugovën e vlerësuan Gandhi i Ballkanit. Ndërkohë, ndarja nga jeta e presidentit Rugova ishte një tragjedi edhe për familjarët e të ndjerit. Ka qenë
Une veç që kam 80 vjetë, mu ka likvidu baba, vlau, 3 gjallar në luft në dytë botnore, po ma pikrim se atë ditë s'kom pa se nuk e kom përit që në shkon Ibrahimi. Edhe jam më i fort pak se Ibrahimi vdeq me mjekën me gjitha, e do të varrosim, e baba i ti ka shku 28 vjeq, bashkë me babë Gjështina, e bile eshnit mja u pa gjithë, që nuk e dim ku i ka një eshnit baba jam, Rosërgova me u kërgovën, në lukë gjamis një shok ose të Bolovan, e jo 50% jam majdet për Ibrahimin, se për babë tina që është do në kohën e komunizmit. Unë për vete atë ditë isha në botën sot, më duke në 10-15 minuta, disa shokë për i presidentës më telefonun edhe më thanë bënoj fort, normal si kur që kanë di gjithë shqiptarjet, gjithë njerës të mirë, po thëmë që kanë di me dhimjet madhe, vdekin e Rugovës edhe unë normal. Po më gara emocioni dhe ma shumë se faktikisht që më rritë me Ibrahim Rugovën. Lajmi ka qenë një lajm shumë i pikluar për ne, sepse përveç që është i mbarë Kosovës, ne e përjetojmë pak më rëndë, sepse kem pas si vlla, me që faktikisht ka qenë në përkujdesje të prindit tonë, natyrisht që e kem pritë shumë rëndë, pa fije dyshimi, po ndajmë piklimin me gjithë, edhe po në ndihmojnë e gjithë Kosova, në bashkëpjesëmarrjen në piklimin tonë, fshati këtu, komuna edhe mbarë Kosova janë bashkë me ne, edhe për atë po ndihemi me të fortë. Presidentin Dr. Ibrahim Rugova nuk e ndalen as vuajtjet, presionet e shumta ndaj tij dhe familjes, e së fundi as sëmundja e rëndë për të kërkuar me këmbgulsi njohjen formale të pavarësisë së Kosovës. Nuk deshi Zoti që dhe momentin e kurorëzimit të pavarësisë ta bëj vetë presidenti Rugova. Mendoni pas ndarjes, pas humbjes së presidentit, do të gjendet një i tillë siç ishte Ibrahim Rugova, do të zëvendësohet një fjalë të mështër. Unë jam njëri familje, më zbjen me thonë diçka, po unë me gjithatë besoj se populli shqiptar gjithmonë ka dhënë njerëz mëdhej, gjithmonë ka dhënë njerëz të urtë, gjithmonë ka ditë momentet rona, se besoni kjo është një moment bukuriror edhe politik, sepse na tash po him bisedime me Serbinë për statusin final e kështu, por unë jam i bindur siç dol në deklarata dje në parlamentin e Kosovës, se sen se shqiptarët do dinë të organizojnë këtë moment ron, edhe do dinë ta kalojnë edhe këtë sfidë për me realizuar veprën e madhe, projektin e madh pavarësisë Kosovës, që faktikisht është projekti Ibrahim Rugovës. Edhe komuna i Stogut sot ndjehej plot dhëmbje dhe piklim, derisa shikoja rrugët, për një çast mendoja, a thuan në këtë vend çdo gjë është shuar. Qytetarët e kësaj ane, ndarjen nga jeta të presidentit Dr. Ibrahim Rugova, e konsiderojnë humbje të madhe për Kosovën. Për Kosovën është i pari, me veprimtarinë e tina edhe me autoritetin e tina, që i ka dhënë krejt Kosovës, i ka dhënë një diçka shumë të mirë në arenën ndërkombëtare, nëpërmes personalitetit tina. Jo, të vdekjes në Ibrahim Rugovës që kemi prit me pikrim thellë, faktikisht, duhet me ditë vetë populli shqiptar, pa marrë parasysh, duhet me ditë institucionet më përmu tash e mas më mirë pak, me ndjek rrugën e tina, Ibrahimi si njeri e si president ka qenë, si këtë nëse njerë këtë bota duhet me njoftë edhe na, gjë normale është ajo. I shpreh ngushëllimi familjes të ndjerit, edhe gjithë qeverisë Kosovës e popullit të Kosovës. Ka qenë një moment shumë i rëndë për gjithë popullin e Kosovës edhe për neve. Natyrisht, ka qenë njeri i madh, karriera e tij politike është qysh mati, prej vitit 90 kështu është aktive. Është një humbje mirë, po me vullnetin e popullit besoj që ne do të jemi unik dhe do të vazhdojmë rrugën e më të qeshme. Vallai, jem piklu si ma forës bëhet. Edhe jashta Muhamedit në atë kohën e Ibrahim Rugova. Për njërë si kur Ibrahimi mu as para toshi, as mas toshi. Me që sholla për një ka që në gjenet,
e na kalon rrugë mirë, ndashim një rrugën e tina, mujnë. Më thonë, drejten ka qenë një pikëllim i madh për të gjithë popullatën, veçantë për familjen e tij, ndërsi për tërë shqiptarët. Ai ka kontribu shumë për vendin, për Kosovën, për pavarësinë, kështu që ndërsi jemi mirë njes për punën e tij që ka bërë. Me fjalë të shkurta, si e përshkruani ju personalitetin e të ndjerit të doktor Ibrahim Rugova? Personaliteti i tij ka qenë dhe mbetet njëri tepër i vendosur, njëri i përpikt, njëri që ka punuar nga lindja deri në vdekjen e tij për popullin dhe për shqiptarët. Dhimbë kem mëllë, kem përse dhimbë mëllë, kem madhim s'kem kërë pasim nga këtë të sinë tonë. Ndërkohë në kuvendin komunal të Istogut, radhët e gjata dhe turmat e mëdha njerëzish sot kanë vazhduar të ngushëllojnë përfaqësuesit komunal. Në këtë institucion, për nder të jetës dhe veprës së presidentit Ibrahim Rugova, u mbajt mbledhje komemorative. Jemi në ditët më të vështira të udhëtimit tonë drejt rrugës së pavarësisë së Kosovës. Ndroi jetë presidenti i parë i Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Presidenti i parë i njohur botërisht, ndroi jetë njeriu që i dha emër dhe hapi rrugën e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Edhe pse është shumë e dhënshme për ne, me përkushtim më të madh dhe me durimin çfarë pati gjithmonë presidenti Rugova, do të vazhdojmë rrugën e tij, që i mbeti e pa kurorëzuar me pavarësinë për të cilën presidenti Rugova ju kushtoi një jetë të tërë. Presidenti Dr. Ibrahim Rugova jo vetëm që ishte lider unik, politik, por ishte edhe lider shpirtëror i shqiptarëve të Kosovës. Ishte shtylla ku populli i Kosovës mbështeti dhe besonte fuqishëm në vizionin e Dr. Ibrahim Rugovës. Vuri themelet e para të shtetësisë së Kosovës, mbajti gjallë frymën e demokracisë në momentet më të vështira të popullit ynë. Vetëm në mençurinë, urtësinë dhe vizionin e tij, prej largpamësi i hapi rrugën Kosovës drejt integrimeve euro-atlantike. Në historinë gjithkombëtare dhe europiane, sjolli një frymë të re të letrave shqipe, duke hapur rrugën e njohjes së historisë dhe kulturës shqiptare, me identitetin e tij, që krijoi në këto hapësira, duke shfrytzuar gjithë potencialin e tij human, diplomatik, filozofik. Gjeti formën dhe mënyrën më të mirë të dëbërtoj në diplomacitë e huaja. Formoi lidhjen demokratike të Kosovës, e cila u bë lëvizje gjithkombëtare dhe mblodhi në gjirin e saj mbi 99% të shqiptarëve anëkënd botës. Bashkim ky i paparë ndonjëherë në historitë e popujve të botës. Pra, para 16 vitesh, kur për shumë kënd ishte ende pavarësia e Kosovës, presidenti Dr. Ibrahim Rugova, prej atëherë e deri me frymën e tij të fundit, e tha aq fuqishëm e me këmbëngulje njohjen formale të pavarësisë së Kosovës. Bindi opinionin botëror se ekziston një popull i shtypur dhe i vuajtur në Ballkan, një popull shqiptar që meriton të ketë identitetin kombëtar, të ketë lirinë, demokracinë dhe të jetë shteti i pavarur. Kjo pishë e gjatë, të cilën flaka e fashizmit serboslav Gjysome Doxhi, do mbetet një kujtim i pashuar për të afërmit e presidentit Rugova. Ai do të ruhet me dinjitet nga familjarët dhe banorët e fshatit Cërc. Sa do të ruaj natyra, do të ruajmë edhe ne. Por gjithmonë do të jetë një shenjë që nga sillemi gjithmonë e shohim këtë pishë si kujtim për Ibrahim Rugova.
kërkoj unitet, mirë kuptim, edhe me vizione që na i ka, o për tje ka i me i dhonë për kombin shqiptare, me që dhejnë s'kaj, edhe më ardhë të dëshirat shekullore. Me emrin e presidentit Dr. Ibrahim Rugova, identifikoi Kosova kudo në botë. Ai do të mbetet gjithnjë simboli pavarësisë së Kosovës. Është shumë e vështirë të thuhet se presidenti Ibrahim Rugova ka vdekur. Ai vetëm fizikisht është ndarë nga ne. Emri i tij do të jetë i shkrirë në shpirtin e gjithë shqiptarëve. Do të jetë përgjithmonë i paprekshëm për të gjithë ne.